Nëse do thoja 30% stafi bashkë me lojtarët, 30% grupi forca bashkë me tifozat, edhe 30% nga kryesia, se nga njëherë, është pak e çuditshme kjo që do them, po edhe mos ndërhyrja është diçka shumë e mençur, se ka kryesi që ndërhyjnë gjithkohën. Edhe është pak problem ajo pastaj, se dalim në gjëra të tjera. Shumë ashtu. Jo, kurse ne jemi me fat. Jemi me shumë fat që kemi një kryesi të tillë. Shpejt çan ndodhi në ndeshje me Vllaznimin. Atëherë, Se erdhi deri te ndeshja me Vllaznimin, sepse kishit disa ndeshje, u bën disa gabime rrugës, por ishte ndeshje vendimtare, si një finale. Për të dhe ishit në disavantazh. Për tu këndell shpejt e mi shënu 3 gola tjerë. Duhet të them vetëm një gjë, duhet ndalem ke loja e fundit. Ka qenë fat për ne që e morëm golin shumë shpejt. Ne jemi një ekip i tillë, edhe ekipet gjithmonë të dallë, po ti shikosh është si puna e Luanit, mos e ngrihet nga gjumi dhe të bën atë që duhet bëj. Edhe puna jon e kemi këtë, Ajrizi e di se i kemi pasur djalin, edhe ai e din sa insistu se jemi ne ke kjo lufta e sportive e pastër. Edhe ajo që ka ndodhur vetëm kjo, vetbesimi dhe lufta sportive. Nuk është se kemi pasur një dominim në elemente teknik, jo posedimi, jo zona, jo tranzicioni, se s'po du me i hyj asaj, pavarësisht se ne kemi përgatitur lojën në atë mënyrë. Po nga një herë edhe Zoti të ndihmon. Ne kemi një zot atje lart që quhet Erion Morina. Edhe unë jam bindur fort që ai është prezent. Edhe në disa raste, unë jam besimtar. Besoj në Zot. Edhe në disa raste, kur tifozëria forca thret emrin e Erion Morinës, ato lojtarët që ne duhet ngrihemi nga stoli, më thonë, nga dal. Edhe aty e kupton atë sinergjin nga qielli në tokë. Edhe kjo është Erion Morina. Për vendimin tim. Kjo fotografi është e veçantë. Zotri Luzi, nuk e di nëse keni pasur rastin ta shihni apo panelistët apo kushdo, por ajo fotografi është e veçantë e tifozëve, mënyra se si festohet, nuk e di te cili gol ka qenë, por me gjaste goli i tretë aty edhe është e jashtëzakonshme për tifozerin, forca, për mënyrën se si disa prej tyre kapën atje për teli tërtojës edhe në këtë mënyrë e festojnë, e përjetojnë gëzimin. Nëse më lejon diçka, ajo vërtet është një fotografi shumë e bukur që do të ngelin histori. Po, personalisht nuk kam qef të ta shikoj atë fotografi kështu. Kisha dëshirë. E rrezikshme tejmose, por i lutem organeve kompetente. Këso kemi parë në ato ndeshjet në Brazil, kur luajnë ato ekipet që kanë rivalitet madh, nga Sao Paulo, ose ato në Argentinë, ndërmjet River Plate se Boca Juniors që dinë bëjnë kështu, tash po i shohim në Kosovë. Sa të që e rrezikshme, inspiruese për tifozët gjithsesi. Kisha dëshirë të losim në një stadium. Nuk dua që më vjen mirë që i shikoj, po nga ana tjetër edhe më vjen keq. Pse ne në 2026 sa jemi ne, akoma do kisha dëshirë që të lozja në stadiumin e Gjakovës, Fadil Vokri e kështu me radhë. Do ishte për mua, unë si profesor nuk kisha qef ta shikoja